që Kërçova të frymoj lirshëm, i duhen bindë e diasporës. Shoqata kulturore Uskana në Dortmund është njëra nga shoqatat më aktive dhe më të organizuara të diasporës kërçovare në Gjermani, duke u shndruar në një urë të fortë lidhse mes Kërçovës dhe Mërgatës. Përmes aktiviteteve të saj të vazhdueshme, shoqata ka krijuar hapësira për tubime komunitare, mësimin e gjuhës shqipe për fëmijët dhe ruajtjen e traditave kulturore dhe kombëtare. Një vëmendje e veçantë i kushtohet edhe bashkëpunimit me vendlindjen, duke realizuar projekte të përbashkëta kulturore dhe edukative, si edhe duke afruar breza të rinj përmes vizitave, seminareve dhe aktiviteteve artistike. Fuqia organizative e shoqatës u dëshmua edhe me organizimin madhështor të festës së 28 nëntorit, ku morën pjesë mbi 600 mysafir, duke reflektuar unitet, përkushtim dhe krenari kombëtare. Ata gjithashtu gjatë këtij manifestimi bën apel që të gjitha shoqatat të bashkohen për hapjen e një qendre për fëmijët me autizëm dhe nevoja të veçanta në Kërçovë. Për punën e palodhur, kontributin e vazhdueshëm në diasporë dhe ruajtjen e identitetit kërçovar, shoqata Votra i nderon me çmimin e kontributit në diasporë.